Në shtator, në mbledhjen e OKB-s, kontakti parë i Vjosës ka qenë garancia e saj që do ta binde Albin Kurtin që për asociacion. Kuj i din këto fakte, nga e nxjerr këtë fakt. Kuj e bazë këta që apo e thu për Vjosa Osmanin, që ju ka premtuar bashkisë ndërkombëtare që do ta binde Albinin për me bërë asociacionin. Po zona po flet, unë fola për Bjorn. Batonio gazetar. Ai ke bin gazetar, që do na 24 saat. Pyetja e në shtator të vitit 2024. Për takimin që po flasim kur kanë fillu. A dikush ka qenë njeriu i cili ka ndihmuar që tjetë aty? Kush? Unë. Ke qenë bashkë me Vjosa Osmanin? Jo, me kush e ka mundsuar takim. Cilin takim atë? Me? Çdo që ka pas atje. Thash. Jo, do ta binde Albinin këtë fat. Si Ka të garanca se do ta binde Albinin. Do ta bind ai unë thash, që brenda ndërmjetësi, brenda takimit. Ajo ka thonë që do ta bëj të pamundurën. Që tash tutje ta keni një zë në Kosovë dhe me përfaqësuesit ndërkombëtar dhe sidomos me përfaqësuesit amerikan. Nuk du të them më shumë. Mendoj që ju e keni njeriu mik që është mik i juaj, i zyrës të juaj, që mund t'ja sqaroj se s'po duam të përmend se s'ka kuptim. Por asnjëherë nuk kam thënë që Vjosa Osmani ka premtuar që asociacionin do ta bëj. Do ta bëj më të mirën që ta bine Albin Kurtin që të realizoj ato që i ka premtuar bashkisë ndërkombëtare, në këtë rast edhe asociacionit. Kjo ka qenë. Dhe asgjë më shumë. Okej, Baton. Jo, po e deklaratën dhe kërkon edhe regjia ta rikthej. Ju e thash që ka dhënë garanca që do ta binde Albin Kurti. Unë ajo që sapo e thash është deklarimi i presidentës. Presidentja as nuk ka mbajtur, as nuk do të mbajë asnjëherë takime të ndërmjetësuara nga ju. E nga akter jo shtetëror, është më pak takime ku ajo ka dhënë garanca të tilla. Okej, Meliza. Jo, po s'mundesh me kalu kjo kështu bashkë kështu. Natën e mirupafshim në Ballafaqeve të tjera. Kur dush Meliz, po mënej nëse Batoni se e para punës, unë nuk thash se i kam ndërmjetësu edhe që din Vjosa Osmani që janë bërë ato takim. Dhe s'kam qeni vetëmi, janë 3 vetë të cilët i kanë mundësu ato takimet. Dhe sot mu vjen keq, mu vjen keq me përmend emra se s'është edukat. Po kjo si zakonisht ndërhyn me gjëra të tilla dhe më duhet m'ia thonë tani të vërtetë.